Mirdita, paradokset janë të shumëllojta, por paradoksi më i madh në fushën mediatike komunikative ka ndodhur në Shqipëri, mbasi vizita e kryetarit Partisë Demokratike në Bruksel krijoi lajme editoriale, artikuj e kryeartikuj, 34% më shumë në Shqipëri është fjala, se sa samiti i Bashkimit Politik Evropian. Mendoj se rrallë ndonjëherë Partia Demokratike ka kapur një apogje të tillë. Dhe kjo dëshmon se sa i drejt, sa i rëndësishëm, çfarë fuqie ka misioni i saj për mbrojtjen e votës së lirë të shqiptarëve. Ju keni pa këto ditë nga dita e martë e javës që kaloi gjerësot, një mori të pafund, shfrimesh të një lakeizmi të neveritshëm në shkallë ekstreme, të qeveritarëve të cilët të rëndin me nga shkrimet e tyre se si të qetësonin kryetarin e organizatës tyre kriminale Edi Ramën dhe si të mirnin në formacionet e reja të narkoshtetit një pozicion më të përshtatshëm. Keni pa se si një suit e tërë mjeranësh e kapur kokë e xhep nga krimi i narkoshtetit, lebetiteshin në mediat e tyre, portalet, televizionet dhe mediat sociale, që të gjithë për një arsye të vetme. Në Bruksel morën një plag të pashërim. Morën një plag pashërim farsa e tyre elektorale, morën një demaskim ekzemplar lidhjet e tyre me botën e krimit, organizatat më kartelet e drogës dhe organizatat më të rrezikshme kriminale, mori një demaskim edhe një farsa zgjedhore në të gjitha dimensionet e saj. Kur ndonjëherë në 34 vite Brukseli nuk ka qenë më shqiptar se sa ato 2 ditë të javës së kaluar.
të javës së kaluar. E marta dhe e mërkura e javës që kaloi ishin ditët në të cilat në tempullin e demokracisë u mbrojtën interesat jetike të shqiptarëve, vota e lirë e tyre, dhe u bë pretenca ndaj Edi Ramës, farsës elektorale, mandateve kalp, u bë pretenca e shtetit monstruoz elektoral shqiptar, u bë pretenca e narkoshtetit shqiptar, të pojave, çelave, bajrëve, e tjerë. Ishin ditët më të veçanta. Prandaj dhe i them çdo shqiptari se aty me sensin e madh të përgjegjësisë ndaj çdo qytetari shqiptar që beson tek vota e lirë, me sensin më të madh të kësaj përgjegjësie, ne mbrojtëm interesat më jetike, votës së lirë, të dignitetit të shqiptarëve dhe të Shqipërisë. Ishin ditë që u ngecën në fyt farsën dhe lidhjet me krimin Edi Ramës, Plumbesha Gjokës, Taulan Begojarisit, Ergjys Agasit dhe eksponentëve tjerë madhor të krimit në qeveri, përfaqësuesve të tyre në parlament, Sara Miles, Dyrmishit, Arken Balls, e shumë të tjerëve. Ishin ditë të cilat i dhanë një rrjedhë të re shpresës dhe besimit se shqiptarët do votojnë të lirë si kombe tjera. Në zërat më autoritativ të mazhorancës që qeverisë në Bruksel dhe në Europë, u theksue abuzimi masiv publik me rezervat me burimet shtetërore, kërcënimi zgjedhësve dhe administratës publike, përdorimi gjobave dhe bonusve për të grabit vota, mbjellja 129.300 hektarve kanabis apo 290 milion metër katror. U theksua se krimi, dhe kjo është një kryefjalë, ta dinë shqiptarët, krimi në Shqipëri i lidhur me politikën pengon rotacionin dhe nuk lejon ndryshimin e pushtetit. Pra, për të kuptuar se pse puthadorët
e qeverisë dhe qeveritarët, narkoqeveritarët, reaguan kaq të turbuar, se bota e tyre mediatike që kontrollojnë, krijoi 34% më shumë lajme editoriale pa llogaritë komente, se komentet të i kalojnë 300%, 500%, po ato i përjashtojmë. Për këtë vizitë, ata në një aspekt, me atë që morën, e meritonin, humben çdo arsye, çdo logjik. Natyrisht, unë nuk mund të falëroj këta lakej, këta balozë të krimit, por reagimet e tyre ndaj mbrojtjes votës lirë, sepse ekzistenca e tyre është pikërisht pushteti i krimit dhe narkoshteti. Por unë, në emër të gjithë shqiptarëve, që janë shumicë dhe që duan votën e lirë, shpreh mirënjohjen më të madhe Partisë Popullore Europiane, presidencës së kësaj partie, e cila me gojën e sekretares përgjithshme një deklaratë denoncoi farsën elektorale në Shqipëri si një akt i shëmtuar. Falëroj me mirënjohje të thellë kryetarin e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, zotin David McAllister, i cili në udhëheqjen e tij e shndroi këtë institucion në një avokat të fuqishëm të vërtetave të mëdha. Një mirënjohje të pakufishme për koordinatorin e grupit më të madh parlamentar në Parlamentin Evropian, zotin Michael Gahler, të nderuarin eurodeputet, që u paraqiti kolegëve të tyre si në Komisionin e Jashtëm, ashtu dhe në Asamblenë Politike, të gjithë të vërtetën e farsë elektorale në Shqipëri, denoi me forcën më të madhe këtë farsë dhe u bë një avokat, një zë i fuqishëm i pamposhtur i interesave të shqiptarëve për votën e lirë. Natyrisht në këtë histeri mediatike, thash dhe njëherë, që të i kaloj 34% zhurmën e samitit më të madh që është mbajtur ndonjëherë në Shqipëri, e bëri këtë. Mbledhësh interesa individuale të intelektualëve kriminal që mbështesin farsën, të diplomatëve hajdut të nxjerrë nga shërbimi si të tillë, të banalizëve të denoncuar publikisht si gjobdhënës të neveritshëm, të mjeranëve që janë të gatshëm të ndrojnë flamur çdo ditë për padronin që i paguan më shumë. Por të gjitha këto firmë lidhen tek një njeri, tek Edi Rama, i cili kuptoi dhe nisi me urgjencë 2 përfaqësues të tij, të cilët
e mbrojtën apo e tradhtuan atë nuk e di, por një gjë u them shqiptarëve, dolen nga ajo mbledhje me fytyrë të nxirë, më të nxirë se këpucët e tyre. Dhe njëri prej tyre, ata që e panë, konstatuan se ishte në shok psiqik. Po, absolutisht. Pastori që kumbaj, kurse e tjeni, ishte sfazuar fare. U kthyn 2 spijujt e qeverisë, si që erdhen, thash dhe njëherë, nuk unë i quaj të pafajshëm, sepse ishin para një misioni impossible. Mission impossible. Nuk mund të mbronin ata dorëzimin e portit prej vitesh kartelit më të fuqishëm të drogës pojave, dorëzimin e autostradës heroinës, qelve. Nuk mund të mbronin ata zhdukjen e insineratorit i 130 milion euro nga Edi Rama dhe Erjon Veliaj. Nuk mund të mbronin ata implikimin e Olsi Ramës. Ishte dhe sishte, ja u shpjegova unë si është punë e tij. Me grupin Zibraka. Nuk mund të mbronin ata. Ata ishte mission impossible. Nuk mund të mbronin ata aferat me Alalabarin të Edi Ramës. Nuk mbronin dot ata. Lidhi dhe Edi Ramës me Plum Gjokën. Po kur e dini edhe Adelaiden e murdhve shu, aty personazh nuk ishte vetëm Suedi, nuk u bëhet se edhe Adelaida Rocco, e cila garanton të gjitha karteleve të drogës dhe organizatave kriminale kundër shpërblimeve shumë të mëdha për Edi Ramën lehtë të ndërtimit dhe investimet e aferave. Pra, nuk mund të mbronin vendimin e Edi Ramës për të dhënë 100 euro shpërblim për çdo pensionist në mes fushatës elektorale. Nuk mund të mbronin faljen e 200 milion euro në kundërshtim me çdo ligj, 2 ditë para zgjedhjeve. Nuk mund të mbronin ushtrinë, polici politike, voca administratë shqiptare shtruar në armate patronazhiste dhe 10 mijëra punojës. Nuk mund të mbronin 10 mijëra leje legalizimi, certifikata pronësie, leje ndërtimi për vota të dhëna gjatë fushatës elektorale. Nuk mund të mbronin 29.000 hektar, 140 herë më shumë se lejon ligji, kanabis për votë. Ndaj dhe ata dolen pothuajse si për serum në ajo mbledhje. U përpoqa para shqiptarëve të bëj zbërthimin sepse kjo vaje e të mërshme e narkomazhorancës nga takimet në Bruxelles që të i kaloi 34% samitin e Bashkimit Politik Europian në Tiranë. Jam këtu për të zotuar para shqiptarëve se këto janë vetëm hapat e para, se kur kjo fars nuk do përligjet, kur kjo fars nuk do të njihet. Faleminderit. Kemi zë? Zoti Berisha,